Përshëndetje, unë jam doktorisht Albana Danka, eksperte në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Pyetja e shpesh që mua më bën njerëzit, po jo vetëm mua, përgjithsisht të gjithë mjekët apo shohin në rrjetet sociale, është check-upi vjetor. Ku të drejtohen për check-upin, si duhet të jetë ky check-up, sa më i gjatë apo sa më i detajuar në ekzaminime? Përgjigjja ime është check-upi duhet të jetë i personalizuar dhe check-upi i personalizuar orientohet nga mjeku që u ndjek, që do të thotë, paraprakisht bëjmë një konsult me mjekun që na ndjek dhe në bazë të kësaj orientohemi duke ditur mjeku historinë tuaj shëndetësore familjare, personale, nëse merrni ose jo medikamente apo suplemente, duke ditur stilin tuaj të jetës, çka do thotë regjimin ushqimor dhe aktivitetin fizik që ju bëni, do t'ju mirë orientoj për check-upin që ju duhet i detajuar. Dhe më pas, interpretimi që mjeku do t'i bëjë rezultateve, do t'ju mirë orientoj nëse keni nevojë për suplementim, nëse keni nevojë për një konsult detajuar me një specialist tjetër, apo do t'u detajoj padyshim dhe regjimin ushqimor dhe aktivitetin fizik që i përshtatet organizmit tuaj. Pra zgjidhni drejt, shkoni dhe orientohuni tek mjeku juaj për të bërë check-upin e personalizuar vjetor. Në disa raste të veçanta, bërja një check-upi standard, duke u nisur nga informacione të shumta, apo edhe nga check-upe me një vlerë financiare modeste, mund t'ju bëjnë që të bëni një check-up i cili nuk është i vlefshmi apo i duhuri për ju. Gjithsesi, për çdo sqarim të mundshëm për problematikat tuaja në varësi të moshës apo problemeve shëndetësore dhe check-upin që duhet të ndiqni, mund të drejtoheni tek faqja e Fit Healthit apo në faqen time personale që të merrni informacionin dhe check-upin e duhur.